إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri nga ummeti i zgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mrekullitë e pejgamberit Allahut janë më mahnitse se sa gjithë mrekullitë e gjithë pejgamberëve të dërguar. Thot Imam Shafiu se nuk ju ka dhënë një mrekulli një pejgamberit, vetëm Allahu Azza wa Jall me një mrekulli të ngjajshme ka nderuar Muhammedin. Gjithashtu transmeton Imam Suyuti, i cili thot, siç kanë thonë disa dietarë, se nuk jo ka dhonë pejgamberëve të Allahut një mrekulli, vetëm se pejgamberi Allahut është nderu me një mrekulli të ngjajshme apo me një mrekulli më të çmuar dhe më mahnitse se mrekullitë e pejgamberëve të mëparshëm. Pastaj pyetet Imam Shafiu dhe i thojnë: ja Imam, si ka mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të posedon mrekulli më mahnitse, kurse ne jemi ata që shfletojmë dhe lexojmë Kur'ani Kerimin dhe në ta lexojmë se Isa alayhis salam është begatu me mrekulli të shumta. Një ndër mrekullitë që Allahu Azza wa Jall e nderoi Isain, se Allahu Azza wa Jall ja mundsoi Isait që të ngordhënin apo të vdekurin të ringjall. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu ja mundsoi Isait që njeriu në verbër që rikthen shiqimin. Pastaj Imam Shafiu përgjigjet dhe thot: pra pejgamberi Allahut për këtë arsye po them se pejgamberi Allahut është nderuar me mrekulli dhe më mahnitse se mrekullia e Isait alayhis salam. Nëse Isa i ka ringjall të vdekurit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ju është ringjall një pjesë e të vdekurit apo të ngordhrit. Të gjithë ne e dimë, vëllezër të ndershëm, se në luftën e Khajberit pejgamberi Allahut gostitet nga një çifute, edhe i afron pejgamberit Allahut një dele dhe flet shpatlla e delës, pra jo e gjithë delja, po shpatlla e delës, flet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: ke kujdes, mos ha, nga se jam e helmuar për të mbyt. Pra delja e cila nuk është normal që të din dhe të logjikon. Mirë po Allahu Azza wa Jall Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka nderu dhe e ka çmu atë shumë derisa Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja mundson që një pjesë e delës të ringjallë, të logjikon dhe të din dhe të flet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Imam Shafiu: a ju keni harru për të rungën që pejgamberi Allahut të mbështet ke në ta, dhe pejgamberi Allahut ligjeron të afër të rungot, e pastaj pejgamberi Allahut kur u ngjit në mimber, qajti të rungo për çkak se o privu nga afërsia e pejgamberit Allahut, dhe pejgamberi Allahut zbret dhe përqafon dhe thot hesht, dhe thot pejgamberi Allahut ta kisha lënë do të kish qajt deri në ditën e gjykimit. Parat Hasan al-Basriu kur e transmeton të këtë hadith, qante Hasan al-Basriu dhe thonte: o ju besimtar, të rungo i cili si zakonisht nuk ka shpirt dhe ndjenja, qanë dhe brengosat dhe mërzitet për largimin e pejgamberit Allahut, sa ju jeni përmallu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
Gjithashtu transmetohet se pejgamberi Allahut kur hante ushqim e ndëgjojshin sahabat shok të pejgamberit Allahut, ko ushqimin që ngrante pejgamberi Allahut fliste dhe madhronte Allahun Azza wa Jall, dhe sahabat shok të pejgamberit Allahut e ndëgjojshin tesbihin, madhrimin e kafshatave të ushqimit që hante pejgamberi Allahut pranë atij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu goraleca posedonte në godorën e tij. Shokët e pejgamberit Allahut i ndëgjojshin goralecët duke madhru Allahun Azza wa Jall. Parat Imam Bajakiu i përmbledhi në librin e atij Dalailun Nubuwah, i përmbledhi mrekullitë e pejgamberit Allahut, që janë mrekulli dhe përforcim dhe ndim prej anës Allahut, se kur Allahu Azza wa Jall me anë të mrekullive të pejgamberëve të Allahut don me na tregu se këta janë të dërguarit e Allahut, besoni ato, çmoni ato dhe ndihmoni ato dhe pasoni ato, për çka se janë të dërguar nga ana ime. Dalailun Nubuwah Imam Bajakiu i përmbledh nimi mrekulli të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa bashkori kanë përmbledh se mrekullitë e pejgamberit Allahut arrin në 1200 mrekulli, dhe derisa transmetohen më shumë se 1400 hadithe që flasin mbi mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra lejo të ndërshëm çdo pejgamber që ka ardhur para pejgamberit Allahut, si transmetohet se Allahu Azza wa Jall tokën e ka begatu më shumë se 124.000 pejgamber, në mesin e 124.000-ve 316 të dërguar të Allahut Azza wa Jall, që kanë hetë si për faqen e tokës, më i miri, më i larti, më i çmuari tek Allahu Azza wa Jall, me pajtimin e gjithë dietarë dhe argumentet që flasin ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe në mesin e tyre kanë qenë 5 pejgamber të mëdhej. Pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, më i çmuari dhe më i larti është Ibrahimi alayhis salam, e pastaj kanë ndryshuar mendimet e dietarëve, se nga këto 5 cili është më i çmuar. Shumica e dietarëve anojnë të mendimi se pas Ibrahimit alayhis salam, më i çmuari dhe më i larti tek Allahu Azza wa Jall ka qenë Musai, e pas asaj ka ndryshuar. Mirë po, ajo që anojmë dhe ne në mendimin e dietarëve, se pas Musait më i çmuari është Isai alayhis salam, e pas Isait Nuhi alayhis salam. Këto janë 5 pejgamber të mëdhej, vëllezër të ndershëm. Më i nderuari ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Para thot pejgamberi Allahut, çdo pejgamber është nderuar dhe është përkra me një lloj mrekullie siç e kanë besuar njerëzit në atë zaman dhe në atë kohë. Dhe unë thot shpresoj që të kem pasues më shumë ditën e gjykimit, nga se pejgamberi Allahut është nderuar me një mrekulli madhore, që në këtë mrekulli nuk e kanë posedu asnjë pejgamber. Pejgamberi Allahut është begatu me Kur'ani Kerim, por me vdekjen e pejgamberit Allahut, pe nuk mbërfundon mrekullia Kur'anit. Mirë po Allahu Azza wa Jall e merr përsipër që ta mbron dhe ta ruan Kur'ani Kerimin. Pra do lejo të ndërshëm baba njerëzimit, Ademi alayhis salam u nderu atë shumë derisa Allahu Azza wa Jall i ordnon melekët që t'i bojnë sejdë nderi, ibadet tek Allahu Azza wa Jall, ndërsa Ademit sejdë nderit i bojnë melekët kur ato ndërhin tek Allahu Azza wa Jall, dhe i thojnë Allahut Azza wa Jall, apo krijon njeri, apo krijon krijesë që bën çrregullime në tokë. Mirë po Allahu Azza wa Jall do ju ko përgjigj diç tjetër melekëve, vetëm tha se unë e di atë që ju nuk e dini. E pastaj Allahu Azza wa Jall e ordnon melekët të gjithë që t'i bojnë sejdë Ademit, dhe kjo ishte ibadet për Allahun, ndërsa nder për Ademin alayhis salatu wassalam. Ka thonë dietar, me çfarë nderoj Allahu Azza wa Jall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ne e dim se babën e njerëzimit Ademin, pra pejgamberin e parë që e dërgoi Allahu Azza wa Jall, e nderoj kur melekët i bojnë sejdë. Ndëgjoni Imam Suyuti çka thot, ajo që e nderoj Allahu Azza wa Jall pejgamberin e Allahut më shumë se Ademin alayhis salam, që Allahu Azza wa Jall e zbriti një ajet në Kur'ani Kerim dhe na tregoi dhe tha: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Thot Allahu, melekët janë ato që e madhrojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
Para të ju besimtar, madhërone pejgamberin Allahut, çoni salavat mbi pejgamberin Allahut. Thot Imam Suyuti se kjo është më nder për pejgamberin Allahut, se ka qenë nder sejdja e melekëve për Ademin në dy aspekte. Aspekti parë, nga se melekët veç një herë i kanë bërë sejdë Ademit, ndërsa për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam salavatet e Allahut dhe melekëve janë ata që madhërimet e Allahut dhe melekëve vazhdojnë vazhdimisht derisa Allahu azza wa jall i porosit besimtar që të shojnë salavat mbi pejgamberin Allahut, pra ta shfaqin madhrin e pejgamberit Allahut vazhdimisht. Të thot pejgamberi Allahut, ai që e shpreh një madhrim ndaj pejgamberit Allahut, Allahu ja kthen me 10 madhrime. Pra Allahu azza wa jalla nderon atë njeri 10 herë për çka se i ka thënë salavat pejgamberit Allahut. Tha e para anse sejdja e melekëve ndaj Ademit ishte ndërprer me veç një herë, ndërsa e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e vazhdojnë dhe vetëm melekët janë ato që ju për ulen Ademit, ndërsa Allahu, melekët dhe besimtar janë ato që të çojnë salavat mbi pejgamberin Allahut vazhdimisht. Pra ajo që i tha Imam Suyuti se nuk ju ka dhënë një nder, nuk është nderuar një pejgamber me një nder, vetëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është nderuar me një lloj të nder, apo edhe më tepër se është nderuar ai pejgamber. Gjithashtu Allahu azza wa jall na tregon Kurani Kerim se Ademin alayhis salam e mësoi emrat e gjërave të cilët komunikon me to. Wa allama Adem al-asma'a kullaha, ja mësoi Ademit alayhis salam të gjithë gjërat që ka të bëjnë me to. Valç me çfarë mësoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin Allahut e mësoi me gjithë gjanat e tokës dhe qiellit, që transmetohet me një hadith që thot pejgamberi Allahut, ja mësoi çdo sen që ka në qiell dhe në tokë. E dinte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çdo sen që ka në tokë dhe në qiell përveç se 5 gjana, siç ka ardhur me hadith të pejgamberit Allahut. Vetëm 5 gjana nuk i dinte pejgamberi Allahut, dhe ka sekreti që Allahu azza wa jall këto çështje nuk e ka mësuar as kujt, as melekut të afërt, as një pejgamberit. Pra të gajbin të fsheftën nuk e din askush, vetëm atë që Allahu azza wa jall ja ka mësuar ati që don Allahu azza wa jall. Çfarë dashti Allahu ta mësoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e mësoi çdo sen ulëll të ndërsh me hadithe të shumta si transmeton Imam Buhariu. Dhe thot Hudhaifa ibn Yaman që pejgamberi Allahut e ka marrë një ligjerim, e ka marrë një fjalim pejgamberi Allahut, fjalimin më të gjatë në jetën e vet që e ka marrë pejgamberi Allahut ka qenë në këtë ditë, ko pejgamberi Allahut e ka fal sabahun, dhe pas sabahut ka marrë ligjerim deri në drekë, e pastaj e ka fal drekë dhe ka marrë fjalim deri në ikindi, e pastaj e ka fal ikindin dhe ka marrë fjalim deri në akşam. Dhe thot Hudhaifa, më i ditur nga ne ka qenë ai cili ka memorizuar më shumë, ai që ka marrë mend më shumë. Pejgamberi Allahut e dini vëllezër çfarë fjalimi marrë. Tha Hudhaifa pejgamberi Allahut, në atë ditë ta ka filluar të na tregon prej fillimit të krijimit derisa banorët e xhennetit përfundon në xhennet dhe banorët e zjarrit në zjarr. Dhe thot Hudhaifa, na mësoi pejgamberi Allahut atë ditë, na tregoi pejgamberi Allahut për çdo gjë, derisa disa çështje që i harrosha, mirë po kur i ndoshin siç ka lajmëruar pejgamberi Allahut, mu kujtoshin se pejgamberi Allahut na ka njoftuar. Tha mu atëroshin si kur njani që i njeh dikan, mirë po e harron ata, e pastaj ku takohet me ta, e njeh ata. Tha në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar, derisa transmetohet me një hadith që ka në fitne që ndodhë si për faqen e tokës, që e pasojnë ma shumë se 300 burra, vetëm pejgamberi Allahut ka tregu, para ato që janë shkak e kësaj fitne, ka lënë njoftu pejgamberi Allahut, para emrin e tyre, emrin e baballarëve tyre, nga cili fis ato janë me prejardhje. A nuk është pejgamberi Allahut që na tregoj, se Dejjalli kur të shfaqet në tokat e Shamit, tregon pejgamberi Allahut, se musliman me kalorsa shkojnë nga Istanbul në Sham për të verifiku dhe vërtetu se a shfaq Dejjalli. Dhe pejgamberi Allahut tha vallahi, i njoh emrat e tyre, emrat e baballarëve tyre, nga cili fis vijnë ato, dhe ngjirat e kuajve të tyre. Pra vëllezër të ndersh, në hadith të pejgamberit Allahut,
Pejgamberi Allahut ka ditë çdo sen përveç se 5 gjona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha indahu ilmu sa'ah. Kur ka me ndodh kiameti, këta nuk e din vetëm Allah. Vetëm Allahu azza wa jall kanë çelësat e ghaibit, që nuk e din asnjë pejgamber, e asnjë melek, e as pejgamberi Allahu sa kanë informuar saktësisht kur ka me ndodh kiamet. Mirë po me çfarë është informuar pejgamberi Allahu? Pejgamberi Allahut e ka ditën se për shenjat e kiametit të vogla, të mesme dhe të mëdhaja. Na ka tregu pejgamberi Allahu se ku të shfaqen shenjat e mëdhaja, atë e prit në ditën e kiamet. Mirë po saktësisht në çfarë ore ka me ndodh? Edhe pse na ka njoftu se dikita e kiametit bën ditën e xumë. Ditën e xumë ndodh dita e kiamet. Mirë po kaq është informuar pejgamberi Allahu. Inna Allaha indahu ilmu sa'a. Allahu azza wa jalla din kur ndodh kiamet. Te Allahu azza wa jalla din kur bjen shi, kët nuk e din asnjë melek e asnjë pejgamber. Allahu e din çfarë ka në mitrën e nanës. Pra ka me jetuaj njeri, ka me qenë mashkull apo femër, çfarë morali dhe sjellje ka me pas, sa dit ka me jetu në këtë dunja, këtë nuk e dit, vetëm Allahu azza wa jall. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që se ka dit pejgamberi Allahut, askush nuk e di çka ka me vepru nesër, dhe askush nuk e di në cilën tokë dhe cilin vend ka me vdek ai njeri. Ka çelësi ghaibit, që nuk e din këtë vetëm Allahu azza wa jall. Mirë po pejgamberi Allahut është informuar për shumë çështje të cilat kanë me ndodh. Pra pejgamberi Allahut lajmëronte se ka me ndodh kjo dhe kjo dhe kjo. Derisa transmeton Abdullah ibn Abbas, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një natë prej natëve bona namaz note derisa kur ish në okull sabah, ma kish zonë gjumi. Me një transmetim thot duke qenë namaz, ma kish zonë gjumi derisa e pash Allahun azza wa jall në ëndër. Pra pejgamberi Allahut e ka pa Allahun në ëndër, dhe Allahu azza wa jall e pyet pejgamberin Allahut për një diskutim dhe një bisedë që zhvillohet në katin e 7 të qiellit, tek melekët më të afërt Allahut. Dhe e pyet Allahu azza wa jall, ja Muhammed, cila është diskutimi dhe biseda e melekëve në katin e 7 të qiellit? Melekët më të lartë, të cilët diskutojnë, tha pejgamberi Allahut nuk e di. Tha atëherë tha Allahu azza wa jall, me majet e gishtit thëm prekin në krahëror, tha derisa freskin e majeve të gishtit e nita në gjoksin tim. Tha pastaj Allahu azza wa jall ma shpalosi çdo sen që ka në qiell. Dhe pejgamberi Allahut në këtij rasti është informuar çka ka në qiell, derisa është informuar pejgamberi Allahut se çfarë diskutohet në qiell. Asni melek se ka ditë çfarë biseda zhvillohet në qiell. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë çka zhvillohet edhe cilat janë bisedat të cilat të shpeshta që zhvillohen në qiell. E pastaj e pyet Allahu azza wa jalla, ja Muhammed, cila biseda më e shpesh që diskutohet në qiell? Tha ju përgjigj Allahut azza wa jalla dhe i thash se diskutimi më i madh që bëhet për kefarat, cilat janë vepra që i shlihen mëkatet, dhe gjithashtu bisedohet veprat më së shumti që njeriu e lartësojnë në xhenet. Pra pejgamberi Allahut e ka ditë çdo sen që po ndodh vëllezër të ndershëm në qiell. Nëse Ademi alayhis salam është informuar dhe e ka ditë atë që ka me ndodh, apo emrat e sendeve që kanë për të ndodhur në dunja apo në tokë, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nderuar më shumë se sa Ademi, ku pejgamberi Allahut është informuar për çdo sen që ka ndodhur në qiell dhe në tokë, derisa pejgamberi Allahut, siç transmeton Ebu Darda radhiyallahu an, nuk ka vdek pejgamberi Allahut vetëm se nuk ka shpend që fluturon e neve mos na ketë lënë ditori për atë shpend. S'ka shpend që fluturon e pejgamberi Allahut që nuk ka fol për to. S'ka kafsh e cila a ka kriju Allahu që pejgamberi Allahut nuk ka diskutu për to. E kuptu do leo të ndërsh, nëse belaqët i kanë bo në shenjë deri Ademit alayhis salam sejdë, pejgamberit Allahut i kanë bo kafshët edhe pemat dhe gorat sejdë pejgamberit Allahut. Ko pejgamberi Allahut transmeton Enes ibn Malik kur erdhën disa u ankuan te pejgamberi Allahut se kanë një deve cila sprap dhe nuk hin në punë. Pejgamberi Allahut shkon
në katë kopsh dhe thojnë, ja Rasulullah, ke kujdes për të vret kjo devë. Devja vjen pran pejgamberit Allahut, ulet dhe i ban sejdë pejgamberit Allahut. I banën sejdë pejgamberit Allahut dhe dërunjët dhe dëshmuan për profetin dhe pejgamberin e Allahut. Transmeton Abdullah ibn Omer, i cili thot, kemi qenë me një udhtim me pejgamberin Allahut. Dhe pejgamberi Allahut takoi një arabi, një ndëcak, dhe i ftoi pejgamberi Allahut që të bëhet musliman. A dëshmon se Allahu është i vetmi që meriton adhurim, dhe a dëshmon se unë jam i dërguar i Allahut. Tha, kush dëshmon për ty, tha se je i dërguar i Allahut. Tha pejgamberi Allahut, çfarë mendon që ajo pemë e cila është në atë vend, nëse vjen dhe dëshmon se unë jam i dërguar i Allahut, a do të pranojsh? Tha, do ta pranoj. Atëherë pejgamberi Allahut e fton atë pejman, pejma vjen e çon tokën dhe vjen pranë pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut e pyet këtë pemë dhe i thot, a jam i dërguar i Allahut? Thot po. A jam i dërguar i Allahut? Thot po. Je i dërguar i Allahut? A jam i dërguar i Allahut? Thot po. Ktheu, thot venin tan. Pra dhe të ndërshon pejmat janë që dëshmuan për profetin e pejgamberit Allahut. Pra thonë të pejgamberi Allahut, është një guri që para se unë më shpall profet, para se me ardhe mu gradu si pejgamber, mi jep të selam, edhe sot e kësaj dite mi jep selam. Kja është një guri, kanë thonë disa djetar, guri që i ka thonë selam. Pejgamberit Allahut ka qenë guri zi. Guri zbri po pe gjennetit që pejgamberit Allahut tip të selam para se të vjene pejgamber, dhe masi që ka arë pejgamber. Pra uleo të ndërshëm gjdo sen dëshmuan për profetin e pejgamberit Allahut. Dhe këto janë mrekollit e shumëta që Allahu Azza wa Jall e ka nderu pejgamberin Allahut. Parat Imam Suyuti thonte se Allahu nuk e ka nderu me një nder një pejgamber, vetëm Allahu e ka nderu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një nder të ngjajshme, apo me një nder më të lartë se sa atë pejgamber. Kja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu Azza wa Jall na ka bërë rizq dhe ka nderu që të jemi ummet i pejgamberit Allahut. Para thot Allahu Azza wa Jall, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, jo jeni ummeti më i zgjedhur që keni ardhur mesin e njerëzve. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na njofton me këtë pejgamber, që të ndim derin dhe vlerën këtij pejgamberit, që të jemi në ditën e gjykimit, si që premtoi Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall s'ka për të të pru pejgamberin Allahut, edhe as xhamatin e pejgamberit Allahut, që kanë qëndru besnik këtë dunja, do t'jenë të nderuar dhe në ahiret. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndëshëm, Allahu Azza wa Jall dërgoi pejgamber të shumë. Dhe Allahu Azza wa Jall këto pejgamber i dërgoi në popullin e tyre. Dhe Allahu i nderoi këto pejgamber me mrekolli që nuk ka mundësi që ajo mrekolli të ndodhe vetëm dorën e pejgamberit. Nuhin alayhis salam Allahu Azza wa Jall e dërgoi. Dhe Allahu Azza wa Jall e nderoi Nuhin alayhis salam, ku Allahu e njoftoi Nuhin alayhis salam pas 950 vjetëve që boni davet, e njoftoi se nuk beson asnjëri prej popullit të tij. Pra ki Nuhi alayhis salam ju drejtu Allahut Azza wa Jall me një lutje që i tha Zotit, o Zoti i madh, mos e le asnjë jo besimtar gjallë si për faqen e tokës, për shkak se nëse le ti gjallë, ata nuk bojnë diçka tjetër vetëm çrekullimen si për faqen e tokës. Pra Allahu të ndershëm, Allahu Azza wa Jall jo përgjigj Nuhit alayhis salam dhe e boni qiellit të zbet shi dhe e boni toka që del burime dhe u takuan di ujt, dhe Allahu Azza wa Jall e shpëtoi Nuhin, e hipin anije dhe shpëtoi pejgamberin Allahut. Uleu të ndersh, Allahu e nderoi me kësaj ndera të shumta, ku Allahu Azza wa Jall lutjen dhe duan e pejgamberit Allahut e kishte në konsiderat dhe pranonte Allahu Azza wa Jall se herë që ju drejtonte Allahut Azza wa Jall. Pra transmeton Aisha që thot, pejgamberi Allahut kur u kthi pej Taifit që u dëbua, Allahu Azza wa Jall para se ti lutet Allahu dërgon melekun e kodrëve që është nën urdhët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot, ja Muhammed, Allahu Azza wa Jall të ka vëret, të ka vëzhgu, të ka përcjell, se si ato të kthien dhe të përgjakën në tajr.
Allahu Azza wa Jall më ka botë të jem në urdhat e tu. Nëse ke dëshirë këto di kodrat i paloj, dhe ti përmbisi popullin e Taifit do ta bëjnë. Mirë po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kish shpresën e madhe, ai i cili e përshkujti Allahu Azza wa Jall, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Te Muhammed sallallahu alaihi wasallam ta keni dërguar ne si mëshirë i barbotës. Pejgamberi Allahu ta shpresoi që nga mesi tyre del do një njeri që adhuron Allahun Azza wa Jall, dhe vërtet ndodhi që mesin e tyre dolën shumë musliman që adhuruan Allahun. Mirë po ka ndodhur gjithashtu që pejgamberi Allahu është lutën për Kurejshet me një transmetim ku i lutë Allahut Azza wa Jall dhe i tha o Zot ndihmon ndaj Kurejshve me 7 vite të thata sikur që ndodhe në kohën e Jusufit, dhe vëllezër të ndershëm ndodhi gjithashtu në Mekë derisa vjen Ebu Sufjani an kohët e pejgamberit Allahut, që Allahut Azza wa Jall ti lutet që Allahu Azza wa Jall këtë thatësi Allahu ta ngre. Gjithashtu transmeton Abdullah Mesudi i cili thot një ditë prej ditëve pejgamberi Allahu ish duke adhuru Zotin e vetë në Qabe, dhe shkon njoni dhe ploncir e devës ja hedhë mbi shpinën e pejgamberit Allahut, derisa pejgamberi Allahut i lutet Allahut Azza wa Jall duke i thonë Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh. O Zoti ma ti lëndor ti Qurayshit o hakmirës atin. Pastaj i përmend 7 nga ato me emra të cilët e zhvilluan këtë tortur ndaj pejgamberit Allahut. Thot Abdullah Mesudi tut 7 i kam parë në bunarin të hedhur në Bedr. Pra Allahu Azza wa Jall ju ka përgjigj pejgamberit Allahut. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i ndershmi, më i lartë tek Allahu Azza wa Jall. Nëse Nuhin alayhis salam dhe xhamatin e tij e ka bërë Allahu në anije, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pa anije kanë qarkullu dhe kanë kalu detin, para ata kanë shkel mbi ta. Këto janë mrekulli dhe karamete që kanë ndodhur me shokët e pejgamberit Allahut, siç ka ndodhur me Sa'd ibn Abi Waqqasin në çlirimin e Persisë, ka ndodhur që shokët e pejgamberit Allahut kanë hi me kuaj dhe me deve mbi detin Dulgje, e me gjithata kanë dalë në anën tjetër pa u lagën vetëm themrat e tyre. Kjo është mrekulli që ka ndodhur vëllezër të ndershëm me shokët e pejgamberit Allahut, për çka se ka qenën ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu Azza wa Jall me çka i nderoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka nderu edhe më shumë, për çka se Allahu Azza wa Jall e ka përgjell që të jetë vula e pejgamberëve, që Allahu mesazhin e vet, emanetin e vet ta përmbillë deri te krijesat e tij. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ringjallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Thaubani i cili u zgjon një ditë në mëngjes i mërzitur, i brengosur, dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot shef pejgamberi Allahu të brengosur, të mërzitur, dhe thot ja Thauban çka ke? Tha ja Rasulullah, than ke dunja, tha që jena bashkarisht, tha shpeshesh mërzit da që ta shoh fitirën tonë, dhe zjohem në mëngjes me zi dhe pres namazin e sabahut që të takoj edhe të përshëndeti edhe të qiqoj fitirën tonë. Mirë po më shkoj benja se masi të vdesmi ti kemi qenë xhenetet e larta, ndërsa ne s'kemi mundësi me arrit këto shkallë të xhenetit, si do të mujnë të përballojmë në xhenet pa të pa ja Rasulullah. Atër Allahu Azza wa Jall e zbrit një ajet që Allahu Azza wa Jall i përgëzon të gjithë ata që e dojnë pejgamberin Allahut, ata që e vlerësojnë pejgamberin Allahut, që thot Allahu Azza wa Jall wa me yuti illaha war rasul, ata që e respektojnë dhe i bindën Allahut dhe respektojnë dhe ndjekin pejgamberin Allahut, në ditën e gjykimit fa ulaike ma alladhina an'ama Allahu alejhim, do të jenë ditën e kiametit me ato që Allahu i ka nderu. Kush janë këto që i ka nderu? Fa ulaike ma alladhina an'ama Allahu alejhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Këto do të qenë me pejgamberin Allahut. Pra do të jeni me pejgamberin Allahut edhe në xhennet siç jeni në këtë dunja. Do të jeni fëmijë e pejgamberit Allahut në ditën e kiametit, edhe pse pejgamberi Allahut është lart. Do të jeni komshit të pejgamberit Allahut, në veçanti ata të cilët i përgjajnë moral pejgamberit Allahut, do të jenë me dëshmor dhe shahidët, dhe do të jenë me besnikat dhe njerëz të mirë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon me to. Wa aqulu qabli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.